këto linja dhe të gjenim një pikë lidhje të përshtatshme me qëllim lidhjen hekurëdore ndërmjet dy këtyre rrjeteve ekzistuese. Për këtë krijuam tre alternativa të mundshme. Alternativa e parë ishte nga mjedat, fillonte nga mjeda, pra duke ndjekur luginën e Drinit dhe duke ndjekur gjeometrinë e vështirë për të kaluar liçenin e Komanit dhe duke arritur në Gjakov. Alternativa e dytë shkonte nga Miloti, fillonte nga Miloti, ndiqte kryesisht rrugën automobilistike ekzistuese për në Prizren dhe alternativa e tretë që ishte nga Shkodra, me një tunel shumë të gjatë dhe që shkonte në Kosovë përmes Gjakovës. Pas se u përcaktuan alternativat, bëm një analizë për të parë prot dhe kundrat e secilit alternativ. Secili alternativ kishte pikat e forta dhe dobësitë e veta normalisht. Pas konsultimeve të gjata me të dy shoqëritë hekurëdore dhe me ministritë përkatëse, u mor vendimi të kalonim në alternativën 3 si alternativa më e parapëlqyer dhe arsyeja për këtë ishte ndër të tjera shkak të potencialit jashtëzakonisht shumë të madh për zhvillim ekonomik të veriut të Shqipërisë, që ofron duke ofruar aksese në rajon gjithashtu, dhe kishte një periudhë zonë të madhe duke sjell trafik në dhe në Gjakov sa i përket hekurudhës dhe ofron një lidhje më të mirë me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Bashkimin Evropian. Kështu që rruga e përzgjedhur, e parapëlqyer, që fillon në Shkodër dhe shkon deri në Kosovë, kjo linjë është 104 kilometra e gjatë, ka 43 ura, 40 tunele dhe gjatësi totale tunelesh prej 35 kilometra dhe 7 stacione të reja. Për ta ilustruar më mirë këtë gjurmë, kemi bërë një video të shkurtër për ju. Linja me ngjyrë tregon gjurmën e re. Tuneli është me vjollcë, bluja janë urat, kurse jeshilja janë hekurudha e pastër. Gjurma e re fillon në stacionin e Shkodrës, ndjek Luginën dhe shkon në perëndim. Do të ketë një stacion të ri në pjesën lindore të stacionit Shkodër për të shërbyer njerëzve që jetojnë në këtë zonë dhe ky stacion do të ofrojë gjithashtu qasje për trenat që vinë nga Kosova përmes Maltezit. Kalojmë në terrenin e vështirë të Luginës deri në Prekal. Në Prekal do të krijohet një stacion i ri, do ndërtohet një stacion i ri dhe do jetë pika fillestare e tunelit më të gjatë të këtij seksioni. Ky do të jetë tuneli më i gjatë i gjurmës së re, që është ndiku te 16 kilometra. Për të kaluar një terren e vështirë do të ndërtohet një tunel më i gjatë. Megjithatë, asaj që ishte mundum, ne krijuam ura përmes seksioneve të tunelit me qëllim që të kishim sa më tepër qasje në këtë pikë.
Seksionet me tunele më të gjata do të vijojnë deri në stacionin e Komanit. Për shkaqe operacionale do të ndërtohet një vend kalimi dhe një vend parakalimi. Pas stacionit të tragedit të Komanit, linja ndjek Luginën, ku do të jemi gjithmonë më tepër në sipërfaqe duke reduktuar dhe duke paksuar gjatësinë e tuneleve dhe urave. Gjurma vazhdon drejt lindjes deri në stacionin e Tropojës. Ky është stacioni i fundit në territorin shqiptar. Pas stacionit të Tropojës do të kalojmë kufirin përmes një tuneli. Dhe në e Kosovës do të përcaktohet stacioni i ri ndërkufitar. Do të krijohet stacioni i ri ndërkufitar. Terreni këtu sheshohet dhe është më pak i vështirë. Gjurma kalon pranë Gjakobës, sa më shumë të ketë mundësi, dhe stacioni i ri do të ndërtohet në afërsi të qytetit. Pas Gjakobës, gjurma lidhet me rrjetin aktual në fushë Kosovë me mundësinë për të ndërtuar një lidhje tjetër drejt Prizrenit. Siç shihet këtu, do të ketë 7 stacione të reja hekurudhore që ndërtohen, plus edhe seksionin e parakalimit, të cilat do të kenë aqasje për transport automobilistik dhe transport urban dhe me godinat përkatëse. Në stacionet e mëdha do të ketë edhe kalime të tjera dhe ashensor për sigurimin e